الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم آمين. Falënderimet qofshin për Allahun xhelle xhelalu, një i vetëm dhe i pashoj, paqja, mirësia dhe begatitë të madhit Allah qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam. Familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbarta të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku elusim Allahun xhelle wa ala të na bëjë prej tyre. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi ndalur në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam pikërisht në javën e fundit para fillimit të Ramazanit, ku elusim Zotin t'i ketë pranuar gjithë veprat tona, në i fali taksiratet, në i fali lëshimet, në i fali gjunahet tona. Jemi ndalur tek fëmiria e pejgamberit alayhi salam dhe tham që në moshën 6 vjeçare ai mbeti tashmë dhe pa nën në një vizitë të cilën e patën në qytetin e Medines, qytet në të cilin ai do të ndërtojë shtetin e tij në të ardhmen, shtetin e Islamit. Vdesë ëma atje ku kishte vdekur dhe i babai realisht, dhe varrosen në një varrez quhet El Ebwa. Aty ka dhënë nënën dhe babain, domethënë i ka patur të varrosur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kthehet për të marrë nën përkujdesin e gjyshit të tij, Abdul Muttalibit, ku i është shumë vonë, pra vetëm 2 vite, pikërisht atëherë kur është në moshën 8 vjeçare, humbe dhe gjyshin e tij, duke kaluar totalisht në përkujdesin e xhaxhait të tij Ebu Talibit. Gjyshi në prag të vdekjes përzgjedh Ebu Talibin, që ishte ndër më të varfrit e fëmijëve të tij. Pra Ebu Talibi për nga ana materiale ishte më i varfri. Profeti alayhi salatu wasalam ka pas shumë xhallar në atë kohë, por të paktën 4 prej tyre kanë arritur profecinë e tij. 2 janë bërë musliman dhe 2 nuk janë bërë musliman. Dhe një ndër ata të cilët njerëzit i cili është përkujdesur jashtë masë për pejgamberin alayhi salatu wasalam është xhaxhai i tij Ebu Talibi. Ebu Talibi kishte shumë fëmijë. Mirë po, gjendja e tij financiare nuk ishte aty ku duhet. Thot bashkëshortja e tij Fatima el-Esadie ka qenë si një nënë për pejgamberin, për përkujdesin që ka treguar është fjala. Dhe e ka nderuar Allahu sepse e ka pranuar dhe Islamin. Elhamdulillah. Thot Fatima el-Esadie, thot sa herë që gjendeshim në siklet me fëmijët tan, pra vuanim nga mospasja e ushqimit siç duhet ose bereqetit, thot ruanim që në sofër të ishte pejgamberi. Pra sa herë kishim pejgamberin alayhi salam në sofër, ngopeshim gjithë. Kur nuk e kishim, do të thonë nuk kishte bereqet. Ky është bereqeti i robit mirë në përgjithësi, po i pejgamberit alayhi salatu wasalam në patjetër në veçanti. Sonte do të ndalemi në 3 ndodhi të cilat kanë të bëjnë me fëmijërinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për të nisur për t'i dhënë pak ngjyrë tashmë asaj tablos së jetës së dërguarit Zotit sallallahu alaihi wasallam. E para është udhëtimi i tij me xhaxhain e tij drejt Busras në Sham. Çfarë është Shami pikërisht? Shami është një zonë për cilën është lutur për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ku ka folur hadithe të ndryshme, ka folur hadithe të shumta për vlerën e Shamit, por po flas një hadith në cilin e përmend dhe e veçon pejgamberi, është lutur për të duke thënë Allahumma barik lana fi Shamina wa fi Yemenina, o Zot na begaton në Shamin dhe Yemenin. Një ndër të pranishmit i thotë i dërguari i Allahut edhe Nejdin. Nejd është zona e sipërme e Arabisë Saudite, Riyadhi dhe përtej saj, duke shkuar domethënë për në Irak. I thotë i dërguari i Allahut edhe Nejdin, thotë fesekat, heshti pejgamberi. Më pas u lut sërish dhe Allahumma barik lana fi Shamina wa fi Yemenina. O Zot na begato Shamin dhe Yemenin. I thotë i dërguari i Allahut edhe Nejdin.
Heshti thot sërish për dytën herë, ndërsa në tretën kur i thotë i dërguari Allahut edhe Nejshtin thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, po atje është vendi i fitneve. Pra nga aty kanë dalë ose dalin fitnet, rrynë e Zot. Çfarë është Shami? Shami është një mori vendesh, sepse ka kufizimet e veta. Sot në ndarjen gjeografike të sotme çfarë është? Sot është një pjesë e Arabisë Saudite, një pjesë ajo që quhet ndryshe Tebuku, e gjithë Jordania, e gjithë Siria, e gjithë Palestina, ku lutim Zotin t'i qetësojë të treve dhe t'i rikthejë ngjirin islam, i gjithë Libani, një pjesë ose pjesa e sipërme e Turqisë, flas nga Siria, se gjithmonë e marr orientimin nga Siria, se është ana jugore e Turqisë, është e vërtetë, apo pjesa veriore e Sirisë, veri perëndimore, dhe një pjesë e Irakut. I gjithë ky territor quhet Sham. Ajo që Zoti xhelel xhelal në Kur'anin e tij famlar e ka përmendur si Ard Mubaraka ose toka e begat. Toka e begat, pra ku thot Allahu xhelel xhelal në surën Isra, subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. I madhruar qoftë Allahu xhelel xhelalu, i cili e mori robën e tij nga Mesjidi Haram, nga Qabeja, për në mesjidin, për në xhamin Aqsa, të cilën e kemi begatuar atë dhe për rreth saj. Kjo për rreth saj është e gjitha Sham. Pra kur thuhet Sham, simbolizon në historinë e Islamit të gjithë këtë zonë. Ndërsa më konkretisht, kur thuhet Sham, nënkuptohet me të kryeqyteti i diturisë Damasku. Nënkuptohet me të kryeqyteti i diturisë Damasku. Edhe sot po të shkojsh për shembull në Turqi, edhe sot e kësaj dite, po flas domethënë vende të cilat kanë trashëguar kulturë. Kur i thua Sham, kuptojnë më njëherë që bëhet fjalë për Damaskun. Por e gjitha kjo zona është Sham. Tani, për të ardhur në qytetin e Busras, pra këtu ku ka të bëjë dhe ndodhia të cilën do ta tregojmë sonte me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kemi qyteti i Basras dhe qyteti i Busras. Qyteti i Basras ndodhet në Irak, qyteti i Busras ndodhet në Sham. Dhe qyteti i Busras sot është një zonë kufitare midis Sirisë dhe Jordanisë. Ka një largësi, domethënë për 110 kilometrash nga Damasku. Për mua që e kam vizituar, domethënë është një vend i cili të kënaq edhe me hec aty. Pra, në çfarë aspekt të kënaq edhe me hec? Të duket sikur po ec në histori, përgjatë historisë. Sepse është shumë i ruajtur, nuk ka këtë teknologjinë ose zhvillimin modern, pra nuk është i ndërtuar, dhe edhe shtëpitë të cilat janë të mëvonshme, janë sërish shtëpi guri, janë ndërthurur me atë kulturën ose bukurinë e ndërtimit që ka qenë i dikurshëm. Allahu xhelel xhelalu në Kur'anin e tij famlar na drejtohet dhe na tregon se ata kurejshitët i kishin dy furnizime ose dy motive me të cilat furnizonin në jetën e tyre, që ishin dy udhëtime tregtare, që do të thotë që jetonin me tregti, dhe këto tregti e zhvillonin ku? Në vendet e Shamit. Zhvillohej e gjitha kjo tregti në vendet e Shamit. Xhaxhai pejgamberit alayhi salatu wasalam, si shumë të tjerë, dhe Abu Talibi kishte dy burime të ardhurave. Njëri që ishte tregtia dhe e dyta ishte gjëja e gjallë që ata kishin, qoftë delet apo devet e kështu me radhë. Në një ndër këto udhëtimet, atëherë kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte në moshën 12 vjeçare, e merr djalin e vllajt të tij, pejgamberin alayhi salatu wasalam. Unë do ta tregoj fillimisht, pastaj do t'jap edhe disa vrejtje rreth kësaj ndodhie që do ta tregoj tani. Sepse është shumë e shjuar, po ka edhe disa pikpyetje aty të cilat do t'i zgjerojmë. E merr djalin e vllajt të tij, pejgamberin alayhi salatu wasalam, ta shoqëronte atë drejt Shamit. Pra në këto zona dhe Damasku akoma më konkretisht, duke shoqëruar një karvan tregtar, pra dëshironte t'i mësonte atij tregtin. Që profeti alayhi salatu wasalam e ka mësuar tregtin nga xhaxhai i tij, kjo është e mbaruar, domethënë nuk ka nevojë për diskutim. Dhe që profeti alayhi salatu wasalam ka treguar se
zanati I shumë prej profetëve ka qenë të qenit bari, pra duke ruajtur baktin, edhe kjo dihet. Thot, e merë dhe derisa afrohen në zonën e Busras. Aty ndalonin zakonisht për të pushuar dhe aty ndodhe një manastir. Manastiri I Behira e Rahib e quanin. Unë kam vizituar, domethënë është sot e kësaj dite. Nuk e di nëse vazhdon të jetë, po di që ka qenë domethënë në vizitën time të fundit aty. Dhe Behira e Rahib thot sheh diçka të çuditshme. Sheh që një karvan që vinte në drejtim të Busras shoqërohej nga një re. Kështu që kur ndalet karvani, pra karvani nuk do të ndalej ke manastiri, ndalen të pushojnë aty pranë, Behira Rahib dërgon një ndër shërbëtorët e manastirit dhe I thot, shko dhe mafto këtë karvanin, pra ata që janë në këtë karvan, mi fto të gjithë për drejk tek unë. Dhe ashtu bëri. Shkoi dhe I ftoi. Dhe lanë pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe disa të tjerë tek karvani si për t'i ruajtur. Behira Rahib I çuditur thotë kanë ardhur gjithë sepse pa që reja nuk lëvizte. Pra reja qëndroi po atje. A kanë ardhur thotë gjithë? I thonë po, s'kan ardhur gjithë thotë. Po si është e mundur, thotë, si e kuptove diçka të tillë? Thotë kë keni lënë? Kemi lënë iksin. Sillin thotë ata. Pra ato kishte për qëllim. Qëllimi kryesor ishte pikërisht prezantonte ose të prezantohej me pejgamberin alayhis salam. Pasi u ofrua I dërguari I Zotit, pa që reja, domethënë lëvizi, dhe pasi u ofrua, nisi të pyeste se kush është ky. Nisi ta shihte dhe nisi ta kontrollonte. Pejgamberi alayhis salam I dis dy shpatullave në pjesën e lartme ka pasur ato që njihet ndryshe si vula e profecisë, të cilën e përshkruan Aisha radhiyallahu anha dhe thotë se ka qenë në madhësinë e një veze të plumbi ose diçka më e madhe. Pra kjo quhet vula e profecisë. Kjo është prej Allahut xhel xelalu. Dhe thot, I kujt është ky djalë? Thot Ebu Talibi, ky është I imi. Ky djalë thot nuk duhet ta ketë babën gjallë. Nuk duhet ta ketë babën gjallë. Thot Ebu Talibi thot, atëherë është djali I vllajt tim. Pra I lejohet xhajës të thojë për djalin e vllajt që është djali im. Dhe në një afërsi, në një diskutim paksa të ngushtë, tezja është më afër se sa halla. Të gjithë të afërt janë, po flasim domethënë që pejgamberi alayhis salam ka quajtur tezën se zën vendin e nënës. Dhe xhaja është më I afërt se sa daja. Në çfarë aspekt? Në aspektin se lidhja me këtë është lidhja e kujt? E vllajt, është vllai në mes. Ama ato që të gjithë janë të afërt, që të gjithë janë në një grad. Por në disa diskutime të ndryshme fetare, pra tezja merr përparësi më të madhe dhe xhaja merr përparësi më të madhe. Në disa diskutime. Ndaj dhe I lejohet, domethënë që xhaxhai thoi, domethënë që ky është djali im në këtë kontekst. Thot ky nuk duhet ta ketë djalin babain gjallë. Dhe I tregon që babai vërtet është I vdekur. I flet Behira Rahib dhe I thot, ruaje këtë djalosh, ruaje nga hebrejt dhe romakët, të cilët ishin ato treva që sundonin ato treva. Thot dhe të këshilloj të mos e marrësh me vete, pra nëse je duke shku drejt Damaskut mos e merr me vete. Dhe historia thot që ai Ebu Talibi e ka kthy. E ka kthy pejgamberin alayhis salam. Deri këtu ka arriti dërguari I Zotit në vendet e Shamit. Pra nuk ka shkuar përtej kësaj. Madje në Siri është një zonë I thon Qadam Asali në Damask ose gjurma e Begat që nënkupton domethënë gjurmën e pejgamberit alayhis salam. Ka marrë e gjithë zona këtë emër. E gjithë zona ka marrë këtë emër. E rëndësishme, për të ndalur pak të kjo ndodhi. Dhe deri këtu pra ka shkuar pejgamberi alayhis salam në tokat e Shamit. Thash që kjo histori është shumë e shquar, gjithë kemi dëgjuar domethënë rastin e Behira Rahib,
nuk ka dhëna nëse Behira pranoi Islamin apo nuk pranoi Islamin, apo se si ishte ardhmja e tij, nuk kemi dhëna për këtë. Janë shumë njerëzit për cilët nuk kemi dhëna. Por historia në fjalë ka dhe pikpyetjet e veta. Ka dhe shumë pikpyetje. Domethënë nuk është kaq siç ne e themi. Që ka ardhur deri në ato treva, që ka shkuar deri në ato treva ka shkuar. Që i dërguari i Zotit domethënë e ka mësuar tregtin për xhaxhait e tij, e ka mësuar. Ndërsa këto detajet e tjera, Imam Dhahabiu rahimahullah kur flet për ndodhinë në fjalë ose për ngjarjen në fjalë, pra thotë që një pjesë prej tyre thotë janë të trilluara. Pra, si pjesa që po thoja që e shoqëronte një re, thotë edhe kur ishte në hijen e pemës, dhe kur del nga hija e pemës, si shkon pema nga pas. Ka shumë gjëra në jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam që kanë qenë kundra normales, kundra të përditshmes. Po realisht në këtë histori nuk ekzistojnë. Pra nuk është se ne ja shtojmë pejgamberit alayhis salatu wassalam atë madhështinë e tij, ja shtojmë madhështinë domethënë se po i shtojmë dy gjëra të cilat nuk i ka patur në jetë. Ka mrekulli plot. Edhe nëse do të na japi Zoti ymër, do të na mundsojë të arrijmë deri tek pjesa e mrekullive të pejgamberit alayhis salatu wassalam, do t'i përmendim dhe do shihni që janë pafund. Janë me të vërtetë shumëta mrekullit të cilat Zoti i gjithësisë i ka dhënë pejgamberit. Unë për shembull po ndalim në një prej tyre për të cilën ka thënë Imam Shafiu që i është dhënë pejgamberit alayhis salatu wassalam mrekulli siç nuk i është dhënë asnjë prej profetëve të tjerë. Ne dim që Isait alayhis salam i është dhënë ndër mrekullit, domethënë edhe ringjallja e të vdekurve me lejen e Zotit, domethënë jo se e kanë kompetencën e tij, por me lejen e Zotit. Dhe me i fry shpirt diçkaje të ndërtuar prej balte. Kur i kanë thënë Imam Shafiu, domethënë që i është dhënë Isait ajo çfarë nuk i është dhënë pejgamberit alayhis salam, ka përmend dy ngjarje. Ngjarja e parë është ngjarja e trungut e njohur në historinë e Islamit. Ngjarja e trungut çfarë simbolizon? Në fillimet e Islamit pejgamberi alayhis salam nuk kishte një podium me shkallë ku ngjitej dhe fliste, pra ajo që ne njohim ndryshe si mimber. Por thjesht kishte një trung palme i cili shërbente si karrige për të ulë. Pra për të bërë edhe ndarjen midis dy hutbeve, por për të bërë edhe fillimin ose pushimin para se të fillosh në hutben e parë. Dhe kështu ka ligjëruar për një kohë goxha, derisa u shtu numri i besimtarëve. Pra kush është qëllimi i mimberit? Qëllimi i mimberit është dukja e imamit. Pra që imami të duket, të jetë mbi të tjerë të duket. Dhe lindi nevoja që tashmë pejgamberi alayhis salatu wassalam të ngjitet në një vend më të lartë. Dhe pikërisht një zdrugtharje asaj kohe i bën mimberin e tij të parë prej 3 shkallësh. Në xhami nuk është kusht se duhet me qenë mimberi dhe ka shumë gjëra të cilat nuk janë kusht, por kanë mbetë si simbolika. Dhe për ata të cilët kanë problematika me shkallët e mimberit, sërish themi që nuk është i përcaktuar, mund ta bësh aq sa plotson nevojën. Nëse do të jetë nevoja me apo me 20 shkallë do ta bësh. Sepse është për të duk imami, nuk është për të ngjit imamin në qiell. Është për të duk. Pra që ta shohin të tjerët. Dhe kur pejgamberi u ngjit në mimberin e tij të parë për 3 shkallësh, trungu i pemës ka nis duke vajtuar me dënes, pra duke qenë këtë formë. Sahabët janë trem. Pra imagjinon që ti të kesh i trung pemë tani në krahun ta dëgjosh duke qenë me dënes, me vajtim, janë trem. Dhe kanë filluar domethënë duke pa për nga trungu i pemës se çfarë po ndodh. Derisa i dërguari i Zotit ka zbrit nga hutbja, nga mimberi, i ka vu dorën dhe i ka thënë qetësohu. Dhe ka urdhëruar që ta marrin dhe ta varrosin. Dhe ka thënë
sikur të mos e kisha bërë këtë veprim, kishte për të qenë deri në ditën e Kiametit, nga përmallimi për dërguarin e Zotit. Një kjo. E dyta, pra po jap dy raste të cilat i përmend Imam Shafiu, se nuk është kjo tema ime sonte tek mrekullitë e dërguarit të Zotit. Dhe e dyta, çasti kur i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam ka në dorën e tij guralec, të cilët madhërojnë Allahun, bëjnë tasbih pra me zë. Të nuk janë magji, ne nuk po flasim domethënë për iluzione, nuk po flasim domethënë për njerëz të cilët përdorin truke të ndryshme për magji, po flasim për mrekulli. Thot bëjnë, domethënë dhe bëjnë dhikr Allahun. I merr pejgamberit dhe i vendos në dorën e Abu Bekrit. Sërish bëjnë dhikr Allahun. I merr pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i vendos në dorën e Umerit. Sërish e përmendin Allahun, pra bëjnë dhikr, kur i vendos në dorën e Uthmanit radhiyallahu anhu, pushun. Këtu thot fillojnë fitnet. Këtu fillojnë fitnet. Këtu fillon dhe paksohet bereqetin këtë ymet. Rujna Allah. Thot Imam Shafiu, mrekullia që i është dhënë pejgamberit alayhi salatu wasalam në këto dy gjëra është më e madhe se sa ringjallja e vdekurve që ia dha Zoti me madhninë vet Isait alayhi salam. Të gjithë profetët janë të nderuar, të respektuar, janë vëllezër të një besimi, ndajnë të njëjtin mision dhe ftojnë për në të njëjtën fe, nuk kanë patur fe të ndryshme profetët. Thot mirë po, ajo që i është dhënë profetit alayhi salatu wasalam është më e madhe, arsyeja sepse tek profeti në rastin e profetit ju dha gojë dhe ju dha shpirt dhe ju dha jetë asaj që në realitet nuk ka. Ndërsa në rastin e Isait alayhi salatu wasalam ju dha jetë diçkaje që e ka pas në realitet. Pra ringjalli të vdekur po thotë e ka patur. Ka qenë dikur një jetë, jo se s'ka qenë një jetë. Pra të nderuarit e mi, në kontekstin e jetës së dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam, kërkojmë të jemi të kujdesshëm që mos ta marrim jetën e dërguarit Zotit thjesht, domethënë si disa ngjarje apo disa tregime, disa ndodhi të bukura mahnitse, mashallah, si pas ndodh ose si pas ndodh, por na lipset ti trajtojmë ato. Ndaj kur po flasim për veçlinë e dërguarit Zotit dhe edukimin e tij, po flasim se si duhet të jetë ndikimi i gjithë secilit. Ato që ti e quan fëmijë, dhe ky është gabim që e bëjmë që të gjithë ne. Ato që ti e quan fëmijë, domethënë, mund të jetë i rritur, mund të jetë goxha i rritur. Ndaj në atë profesion që ti e ke, që e ke prej halallit, merre më afër, mos e konsidero të vogël. Pra besoja, mos e konsidero të vogël, afroje. Ndaj dhe në këtë kemi shembullin ideal se si Abu Talibi afron të dërguarin e Zotit më shumë nga ç'afron dhe fëmijët e tij. Pra që e krynte misionin e tij, misionin e një babai, që është e vërteta, misionin e një babai. Ndaj dhe viti në cilin vdiq Abu Talibi, sepse ka vdekur me bashkëshorten e pejgamberit alayhi salatu wasalam Khadijën për 3 ditë, është quajtur viti i Zis. Përse? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam humbi 2 shtyllat më të forta që kishte mbështetëse gjatë gjithë jetës së tij. Xhaxhain, Abu Talibin dhe bashkëshorten e tij, zonjën e nderuar Hadixhen radhiyallahu anha. Zonjën e nderuar Hadixhen. Ky ishte fragmenti i parë në jetën e dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam.